10 fëmijë janë hospitalizuar me që janë prekur nga sëmundja ngjitëse e fruthit. E qerdhja Albiona Aslani në fshatin Muzeqin të Shtimës është mbyllur prej 3 ditësh, me që 2 fëmijë që kalonin ditën atë u diagnostikuan me fruth. Në qerdhet e tjera të komunës është ndaluar përkohësisht pranimi i fëmijëve të pavaksinuar. Anita Kurti, e cila është shefe e kabinetit të kryetarit të komunës së Shtimës, tha të jenë aktivizuar autoritetet pas evidentimit të rasteve. Me datën 13 maj, kjo qerdhe është inspektuar nga Inspektorati Sanitar i Ministrisë së Shëndetësisë dhe me qëllim që të mos përhapet sëmundja edhe tek fëmijët e tjerë, është mbyllur përkohësisht deri në një vendim tjetër. Drejtoria e Arsimit dhe Drejtoria e Shëndetësisë kanë marrë hapa konkret ku janë duke bërë kontrolla sistematike tek parafillorët dhe tek klaset e para që të marrin dozën e plotë të vaksinës kundër fruthit. Në klinikën infektive të QKUK-s, fëmijët e hospitalizuar e që janë diagnostikuar me fruth janë të moshave nga 1 deri në 3 vjeç. Drejtori i klinikës Arben Vishaj tregoi se të 10 fëmijët nuk ishin vaksinuar kundër fruthit. Mos vaksinimi i tyre ka qenë në këtë situatë. Padyshim që është ngjitëse dhe është sëmundje vaksinë preventabile ose përmes vaksinimit parandalohet përhapja e kësaj sëmundje. Andaj rekomandimi im është për të gjithë prindrit të cilët eventualisht nuk kanë bërë vaksinimin e fëmijëve tyre që të vaksinojnë sa më parë që të jetë mundur në mënyrë që mos vijë deri prania e kësaj sëmundje dhe mos vijë gjatë spitalizimit të cilat i kemi tani. Thirrje për vaksinim ka bërë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Sipas njoftimit të këtij instituti, ka nisur vaksinimi i fëmijëve që për arsye të ndryshme kanë lëshuar ndonjërin nga 2 dozat kundër fruthit. Rastet të fruthit janë konfirmuar edhe në komuna të tjera, 4 raste në Ferizaj dhe nga 1 në Graçanic, Lipjan dhe Fushkosov.